Përshëndetje shenja nga Fores. Sot do të interpretojmë kartat për javën 1-7 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe Prism Oracle. Në gjendjen tuaj kemi 5 shpatat, 5 kupat, 5 shkopinjt, asi i shpatave dhe 8 shpatat që ranë të dyja së bashku. Çfarë nënkuptojnë këto karta për gjendjen tuaj personale? Ju jeni duke përjetuar një javë sfiduese emocionalisht dhe psikologjikisht. 3 peshtshet tregojnë konflikt të brendshëm, humbje dhe përplasje, pra një stuhi të vogël le të themi që ka nisur brenda jush ose me persona që ju rrethojnë. Asi i shpatave sjell një shkëndijë të vërtetës ose një kuptim të prerë, por 8 shpata tregon ndjesinë se jeni të bllokuar dhe nuk po gjeni dalje. Kjo javë kërkon nga ju qartësi mendore dhe guxim për të mos u rrëmbyer nga negativiteti. Kalojmë tek familja, ku kemi kalorësin e monedhave, vdekja, kalorësi i shpatave në të kundërt dhe kryepriftëresha. Në familje ka një ndryshim të madh që po ndodh ose po afron brenda në familjen tuaj ky ndryshim. Një kapitull i vjetër po mbyllet me vdekjen, ndërkohë që ritmet janë të ngadalta me kalorësin e monedhave dhe ndonjëherë ndjenjat janë si të papërpunuara dhe ato shpërthejnë, dalin në sipërfaqe në mënyra të ashpra ose impulsive me kalorësin e shpatave në të kundërt. Ju vetë ose dikush në jetën tuaj është në rolin e kryepriftëreshës, duke ndier më shumë, duke dëgjuar heshtjen dhe duke rrugëtuar me intuit në këtë situatë. Kartat këshillojnë të shihni përtej fjalëve. Kalojmë tek dashuria, ku kemi 3 kupat, 2 shkopinjt, gjykimi, mbretëresha e kupave dhe 10 kupat që ranë të dyja së bashku njëkohësisht. Në dashuri, kjo javë sjell ndjenja të ngrohta dhe mundësi për të ribashkuar ose për të riparuar një lidhje. 3 kupat sjell gëzim, takim, ndarje emocionesh, por 2 shkopinjt sugjerojnë se jeni ende përballë një zgjedhjeje ose sikur jeni në një distancë fizike ose mund të jetë edhe gjeografike kjo distanca. Dhe gjykimi me mbretëreshën e kupave tregojnë një ndjeshmëri të thellë dhe nevojën për ndershmëri shpirtërore. Kjo është një lidhje me potencial për përmbushje të plotë me 10 kupat, por duhet të hapni zemrën. Kalojmë tek puna, ku kemi kalorësin e kupave, 4 monedhat, ylli dhe asi i shkopinjve. Në punë ju jeni të motivuar emocionalisht nga një ide ose qëllimi sinqert që është kalorësi i kupave, por mund të ndiheni pak të kufizuar ose nguroni të rrezikoni me 4 monedhat, pra doni të luani sigurt. Ylli dhe asi i shkopinjve ju japin një energji të re, një projekt ose inspirim i ri që po vjen. Pra mbani shpresën gjallë dhe mos keni frikë të ndërmerrni hapa të guximshëm. Në Prism Oracle ju ka rënë ghost, fantazm. Kjo thotë që duhet të ndiheni sikur dikush ka ikur pa lënë gjurmë apo pa lënë shpjegime, edhe ndoshta një pjesë e juaja është bërë pra si hije për veten tuaj. Është koha për të përballur me atë që është lënë pezull, me boshllëqet apo me mungesat emocionale, në mënyrë që të shëroheni. Java në përgjithësi kërkon përballje me të vërtetat e brendshme, ndjenjat e vjetra, zhgënjimet dhe konfliktet që dalin në sipërfaqe, por ju duhet të mbështeteni vetëm te qartësia. Në dashuri ka potencial për lumturi dhe pajtim, ndërsa në punë njërisi po lind. Këtë shoh për ju. Unë ju përqafoj dhe deri herën tjetër, kujdesuni për veten. Paçim!